Në policinë e shtetit do të ketë një njësi të re me fokus të posaçëm krimet mjedisore. Kështu u shpreh ministri i punëve të brendshme, Besfort Lamallari, në një takim me drejtuesit vendor të policisë së shtetit në 12 qarqe. Bashkë me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, Skander Hita, ministri i punëve të brendshme ka kërkuar një qasje më proaktive për zjarret, ndryshe nga e shkuara. Me miratimin e ligjit dhe hyrjen fuqi të efektet të tij, ka nevojë që edhe krimet mjedisore në total të kenë një strukturë të specializuar. Ne nuk mund të qasim krimet mjedisore si vepra do si do, të rastit. Vetëm zjarret të vit, dëmi është i pallogaritshëm. Si në fondin pyjor, sa vite, sa gjenerata i duhet atij fondi pyjor të rikuperohet. Sot Europa mbar flet për krimet mjedisore. Ne nuk mund vazhdojmë të konsiderojmë prerjen e pyjeve apo lavatricet e lumenve, ndërtimet e palishme që bëhen aty dhe çdo kush i shef. Përveç se kur bëhen peskate i kanë ngel me vend çatin dhe ne pas e reagojmë, duhet absolutisht një qasje proaktive. Duhet ndryshojë kjo sjellje e trashëguar nga e shkuara, ku çdo vit kemi zjarre masive. Dhe roli i policisë pastaj përfundon duke shpëtuar jetë njerëzish, duke nxjerrë me zor nga banesat. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skander Hita, kërkoi nga drejtuesit vendor më shumë angazhim për sigurinë publike, sigurinë rrugore dhe sigurinë detare.